Abrohoritën tifozët e Anglisë, Kosova është Serbi në ndeshjen ndaj Shqipërisë që u zhvillua ditë më parë. Ky pretendim u publikua nga disa media në gjuhën serbe. U thanë se gjatë minutës së 13 u dëgjuan tifozët e kombëtarës angleze duke prohoritur Kosova-Serbi. Hibrit.info ka verifikuar këtë video dhe ka dalë me vërtetim që kjo prohoritje nuk është bërë nga tifozët e kombëtarës së Anglisë. Ishin tifozët shqiptar ata që prohoritën Shqipëria kampion. Dëgjojeni vetë audion që është shkëputur nga kjo video. Nëse një prohoritje e tillë ishte bërë nga tifoz anglez me shumë gjas, kjo ishte raportuar në mediat britanike, por gjithashtu edhe në ato shqiptare, e që një gjë e tillë nuk është gjetur nga Hibrit.info. Por kjo nuk ishte e tëra. Gjatë kësaj ndeshje u shpalas edhe një baner nga tifozat QQZ. Shikojeni këtë baner. Lidhur me të, këto media në gjuhën serbe pretenduan se i njëjti u shpalas për shkak të trazirave të marsit të vitit 2004 në Kosovë. Megjithatë, ishin vetë tifozat QQZ që kishin paralajmëruar më herët për këtë baner, me anë të së cilit ata shprehen pakënaqësi ndaj FSHF-s për mos ndarjen e biletave ndaj tyre. Po ashtu, kjo 21 vjetori lidhet me datën e themelimit të këtij grupi të tifozërisë. Për video të tjera si kjo, ju lutem bëjeni subscribe kanalin tonë në YouTube.